Sonte është nata kur emocionet arrin kulmin dhe skena e Albania's Got Talent shndërrohet në vendin ku ëndrat marrin formë. Pas javësh sfidash, emocionesh dhe performancash që kanë bërthyer publikun, 11 finalistë ngjiten në skenë për të dhënë gjithçka në garën për çmimin e madh. Finalizimi i gjithë Albania's Got Talent është patjetër përgjegjësi e madhe, është shumë bukur dhe ju mbetet shihoni spektaklin tani. Besojmë që të dalim maksimumin me energji pozitive dhe pse jo edhe fitore. Qysh po na sheh jena tepër energjik, tepër mendjes po presim me dal skenë dhe me jep atë energjinë tonë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur në Got Talent, gjysmëfinalja, por jam shumë i lumtur që jam edhe në finale sepse kjo ishte qëllimi im. Është finalja që mbyll një rrugëtim të jashtëzakonshëm dhe hap një kapitull të ri për talentet që kanë guxuar të ëndrrojnë. Çdo finalist vjen sonte me historinë e tij, me pasionin që e ka sjellë deri këtu dhe me performancën më të fortë që ka ndërtuar ndonjëherë. Marrësh pjesë në skenën e Albania's Got Talent, për mua është një arritje shumë e madhe dhe më shumë që preka skenën e finales së madhe. Nuk kam emocione sepse kam marrë shumë pjesë nëpër gara edicione ndërkombëtare gjitha dhe jam mësuar. Për ne si grup kjo eksperiencë është shumë e bukur, gjithsesi ka pas vështirësitë e veta, sepse edhe konkurrentët e tjerë janë shumë të mirë, por gjithsesi ne ja dolëm të arritnim ose të ceknim finalen e Albania Got Talent. Të gjithë janë shumë të mirë, por le të themi se do të fitojmë i miri. Një finale që flet shqip në shumë forma dhe përfaqëson talente nga treva të ndryshme, kudo ku jetojnë shqiptar, e po ashtu në një finale që për herë të parë vë përballë Babe Bir në një garë për çmimin e madh. Kam një konkurrent të fortë, shumë të fortë, ky shumë i fortë, edhe urojmë të shkojë gjithçka mirë. Është një eksperiencë shumë e bukur, por edhe shumë interesante, sepse besoj që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Got Talent që të konkurrojnë Babe Bir edhe Kukull. Ky prodhim i Vision Plus ka ndërtuar një mozaik të rrallë artistik ku bashkohen zhanre, kultura dhe energji të ndryshme. Nga vokalet që të prekin shpirtin, tek instrumentistët virtuoz, iluzionistët që sfidojnë realitetin, ventrilokuistët me humorin inteligjent, kërcim tradicional shqiptar që ruan rrënjët tona kulturore, e deri tek arti i cirku dhe akrobaci që mbushin skenën me adrenalinë. Unë di aftësitë e mia, e di se çfarë jam aftë të bëj, e di se si përgjigjem mund ta skenës, kështu që thjesht kam marrë ta gërtohem dhe fitof më mirë, pse jo. Klikoni në visionplus.tv. Në këtë natë vendimtare gjithçka kalon në duart e publikut. Në fund të gjitha performancave, votimi hapet online dhe kushdo nga kudo në botë do të ketë akses në websajtin voto.visionplus.tv për të mbështetur artistin e preferuar. Çdo person ka të drejtë deri në 10 vota, ndaj sonte publiku nuk është thjesht spektator, por është vendimarrës. Një finale ku çdo performancë mund të bëjë diferencën dhe çdo vot mund të ndryshojë historinë.